Mirë mbrëma të nderuar. Për të rinj flasin të gjithë, premtojnë shumica e tek realizimi mbetet pakica. Çështjet të rinore janë çështje të rëndësishme, por sa trajtohet si të tilla, sa u jepet hapësirë të rinjeve për të avancuar në parti politike, në realitet a duhet të rinj të aktivizohen sa më herët në parti politike apo të qëndrojnë indiferent. Forumet rinore janë organe sipërfaqësore apo thelbësore në kuadër të partive politike. Çështjet rinore janë çështje të rëndësishme dhe jetike për funksionimin jo vetëm të ardhmen, por edhe të tashmen. Por ideja është se në realitet çfarë ofrojnë të rinjt partive politike? A justifikohet vetëm mosha se janë të rinj për të antarësuar në parti dhe për të pasur hapësirë, apo janë ide të reja që freskojnë edhe partitë që janë mbas edhe më të vjetra në skenën politike? Këto dhe të tjera ne sonte do t'i bashkëbisedojmë me përfaqësues rinor të partive politike. E kemi këtu bashkë me ne në studio antarin e bordit ekzekutiv të LSDM-s, pra Lidhje Social-Demokrate, Agron Demirin. Mirë mbrëma, Agron, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë si u gjeta, e uroj një bashkëbisedim. Bashkë me ne në studio është edhe antari i Këshillit të Përgjithshëm nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Ylli Paçuku. Mirë mbrëma, Ylli, mirë se erdhe. Përshëndetje Abedin, shumë faleminderit për ftesën dhe për mundësinë. Ashtu si që keni pa njoftimin e ftuar si përfaqësuese e Partisë Vlen ka qenë edhe Nermine Hamidi, por e njëjta për shkaqe personale e kishte të pamundur që të jetë këtu bashkë me ne prezent, mbase të njëjtën hapësirë do ta shfrytëzojnë edhe një herë tjetër. Ne po, edhe pse kemi vetëm 2 përfaqësues opozitar, do të mundohemi sepse edhe ideja ose natyra e këtij emisioni ishte më tepër karakter motivues se sa përballje idesh mes të rinjeve, prandaj do të dëgjojmë, do të mundohemi të nxjerrim më të mirën prej 2 mysafirëve këtu që i kemi prezent. Po ju drejtohem në emra, pa ju vendosur ato prefiksat me zotime që jemi edhe të rinj edhe të bashkëmoshatar. Po fillojmë me ty, Agron. Natyrisht që edhe në paraqitje tjera publike dhe çështje tjera ku ke prezentu, tu ka parashtruar shpesh herë pyetja, por tani edhe për audiencën e televizionit shenja, pse kaq herët në politikë? Atëherë edhe një herë faleminderit për ftesën, Abedin, me gjithë respektin edhe për kolegën e cila ndoshta nuk ka gjetur kohë për të ndarë dhe nëse është personale e kaluar le qoftë, mirë po të rit në pushtet kur janë duhet të jepet hapësira edhe u përgëzoj juve si emision dhe si televizion që u jep një hapësirë të rinjve dhe të rejave dhe ki emision ashtu edhe si që thatë edhe ju të ketë karakter motivuese, të rit kanë nevojë të kiqen në politikë dhe uroj që herën tjetër do kemi edhe përballje me pushtetin, mbasi që çdo herë kur ka pak mundësi për të përballur, ka edhe më shumë entuziazëm për debat. Por gjithsesi, ja lëm kohës që të përballemi në përballje të tjera, ne jemi këtu nuk u ikim debateve çdo herë. Kur të lidhemi te kjo, ne pse u dash kaq herët më kyç? Ndoshta nuk është herët, ndoshta për ty është mosha ideale, por tani ata që ju dëgjojnë, ata edhe që ju njohin, natyrisht që vetveti u lind pyetja pse u dash një i ri me hyrë në një parti politike. Abedin, shumë shkurt, shumë qartë dhe shumë drejt për drejt, të gjithë ato që e njohin Agronin, unë personalisht jemi relativisht nga mosha afër dhe kur kam qenë në studimet u dash që studentët të më japin një angazhim ku kam qenë lider studentësh dhe ke kërku vetë edhe e kam kërku edhe kam bë me përgjegjësi më të madhe të mundshme dhe ajo ka reflektuar pozitivisht edhe pse aso kohë pandemia COVID-19 na ngushtoi pak me periudhën kohore, mirë po çdo herë edhe ajo ishte një mini politik me një fjalë, pasi që gjithë ato antarët ishin deputet të parlamentit dhe kemi bërë shumë punë edhe në kampusin Tetov edhe në kampusin Shkup dhe vetvetiu lindi ideja që në organizat lokale që aso kohë LSDM-ja kishte edhe kohën kur isha unë në studime, kishte edhe struktura dhe erdhi ideja në 8 maj
që të më japën një përgjithësi që unë e mora dhe mburëm për atë përgjithësi dhe dola garës për deputet dhe isha bashkëbarktas në zgjedhjet e fundit parlamentare në 8 maj dhe një rendi u komentun billboardet, emra mbi emrat, kandidati më i ri dhe përballjet e mia kanë qenë me lider të partive politike, nuk kanë qenë me shumë fjalë direkte, duhet që ta lidhi pasi që liderët çdo herë rënditën të parët, posaçërisht në partitë politike shqiptare, dhe unë as nuk kam hamendje pse jam politik, mburëm pse jam politik, pas që nuk e shoh si privilegj ose nuk e shoh si detyrë, po e shoh si një mundësi që t'u japëm trive dhe shoh me gjithë respektin që në partitë politike edhe shqiptare që kohës fundit ka edhe një entuziazëm pro forumeve rinore, pas që shumë për hir të vërtetës, edhe partia në pushtet që është tash që është bë vetë një parti nuk e di ku ka arrit me çështjet juridike, edhe partia opozitare që deri dje ne kemi qenë edhe bashkë në qeverisje. Po se nuk e ke ndërmend me undallë. Vetëm pakës që forumet rinore nuk kanë qenë aktive, mirë po shohëm se kanë fillu dhe për kjo për mua është shumë pozitive, pasi që çdo herë në paraqitjet e mia e kam bë këtë motivacion. Kjo është si përhiri. Dakor. Ylli, mbase ti për këtë gjë ke punu shumë më herët, je mundu edhe ke planifiku edhe ka ndërru për me ardhë në këtë pikë, mirë po ne që ndjekim prej jashtë edhe të rritje edhe skenën politike, duket që depërtimi në skenën publike ndodhe në mënyrë shumë të shpejt, në mënyrë të furishme, një djali pa njohur deri dje, për një periudhë shumë shkurt kohore, tashmë je bë figure njohur publike, jo vetëm vendin tonë, po edhe për te dy vendeve, edhe për te rajonit. Kështu, qartë dhe shkurt, pse vlerësove që duhesh të jesh antar në një subjekt politik si BDI-a, parti politike për cilën ka pasur edhe komente, mos them paragjykime se është parti ku nuk i jep hapësirë të rinjve? Fillimisht sa i përket ky çështje politik, unë politikën e kam ndjekur kohëve të fundit, sepse politika pothuajse prek çdo aspekt të jetës tonë. Them drejtën, kyçjen dhe angazhimin politik ndoshta e kam menduar edhe pak më vonë, por duke i parë rrethanat e fundita, konkretisht 2 vitet e fundita, se çfarë drejtimi po merr shteti jon, e kam parë të domosdoshme që të bëjmë pjesë e kësaj bote, le të themi. Si një i ri, mendoj se nuk ka shembull më të mirë për të parë angazhimin politik të kryetarit ton, Zotit Ali Ahmeti, i cili rininja ka dedikuar çështjeve kombëtare dhe siç thash është një shembull për të ndjekur për të rinj se si rinia mund të përdoret për të kontribuar në shoqëri. Bashkimi Demokratik për Integrim është partia politike shqiptare më e fuqishme, më e mobilizuar, më e etabluar në gjithë shtetin e Maqenisë Veriut. Për mua personalisht ka shumë rëndësi arsyet pse një parti politike është krijuar. Bashkimi Demokratik për Integrim, siç e dim, ka dalë nga lufta, është krijuar me nënshkrime të ushtarëve çlimtar kombëtar dhe fiks, po për një tri që ka lind pas luftës, siç është rasti me ty personalisht, vlerësove që në BDI do ta marrësh trajtimin e duhur në aspekt të avancimit brenda partijak në BDI, sepse zakonisht ekzistojnë ato paragjykime se zhvillohet një luftë me bryla për brenda subjekteve politike? Padyshim se po, se kongresi fundit i vitit 2025 dhjetorit ka dëshmuar këtë qartë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur si çdo herë të ndëgjoj popullin, të ndëgjoj votuesit e vet, përkrahësit e vet, dhe kemi hyrë në një reformë të thellë. Gati se 83% të strukturave partijake janë reformuar, një reformë që ndoshta edhe s'ka pasur, le të themi, partitë e tjera nuk e kanë bërë dhe ende qëndrojmë siç kemi qenë ose edhe më të fuqishëm. Kësaj here jo, këtu e keni një antar partie që i kanë ndërruar edhe kryetar të partish. Bile shpesh herë, ha?
Vazhdoj, trinis kësa eri është dhanë me të vërtet shumë hapësirë. Me thonë, si asë njerë më parë... Po, ju personalisht jeni antar i Këshillit Përgjithshëm? Jo vetëm, po me shumë tjerë jemi antar të Këshillit të Përgjithshëm. Kemi 4 antar të rinj në kryesi, të rinj udhëheqin dek, të rinj udhëheqin në ndek. Jemi në prag të konsolidimit të forumit të ri rinor dhe si rini vetëm se në mbetet të tregojmë vetën dhe të marrim përgjegjësinë dhe domethënë besimin që na vazhdon të tregojmë në maksimum. Dakor. Agron, personalisht ndoshta edhe e ke sharuar në paraqitje tjera publike, po këtu me që je për herë të parë. Pse vlerësove se duhesh ta japësh kontributin tënd në LSDM duke pas në kampin shqiptar me bollok parti politike. Nuk mundesh më anku se s'pata hapësirë, ke edhe të djathtë, edhe të majtë, edhe parti me të papërcaktuar ideologjikisht, pra një gamë partish në skenën politike shqiptare dhe tani kemi një tri ambicios i cili ka vlerësuar që kontributin e tij duhet ta jap në një parti maqedonase, edhe përkundër faktit që jemi shtet multietnik. Shumë qartë, unë këtë e kam thonë, e them dhe do të them, Agroni nuk e ka pa LSDM-n pas që u thire në parti maqedonase, unë jam i mendimit që ne jemi parti qytetare, pas që je japim hapësirë çdo komunitetit dhe vetë mundësia që më zhdon ndër vite mu dhe shumë shokëve tjerë nga nacionalitetet tjera, kjo është një fakt edhe një argument se në LSDM janë thënë ato barierat nga ardhja e ish liderit ton atëhershëm Zoran Zaev, i cili erdhi me një frymë e cila u transmetu si frymë se nuk është e mirë për opinionin dhe për shoqërinë, mirë po ajo frymë rrëzoi një regjim të tillë dhe erdhi ku shqiptarët dhe gjithë komunitetet tjera morën e sollën bas. Erdhi me një vrull pozitiv dhe nga atëherë Zoran Zaevi kur e la partinë, neve na la amanet ndër prioritetet të marruani konceptin një shoqëri për të gjithë. Edhe ne atë koncept jemi duke e ruajtur dhe jemi duke e trajtuar. Tash do ndërlidhem sa pse unë LSDM. Unë mundësia që më vazhdon LSDM jam shumë i sigurt se nuk do e merrja as në kampin shqiptar që tash është në pozitë, as në pozitë. Po nga kjo bindje? Bindja ime është vetë fakti që në zgjedhjet parlamentare unë isha bashkëbartës dhe bashkëgaroja me lider partijak dhe top 10 që as në opcionin A, as në opcionin B nuk kemi pat 3 dhe 3 janë në lista zgjedhore. Flas për zgjedhjet e 8 majit. Kjo është një fakt dhe deputetët ne i kemi në kuvend. Tash se nga zgjedhjet lokale e këndej dukot ajo me gjithë respektin edhe për partinë opozitare, tash uroj edhe që partia në pushtet do e bëjë të njëjtën, kemi reforma dhe kemi zgjedhje të forumeve në zgjedhje në sa të dukën i publikojnë dhe uroj që të rit të përballemi dhe të jepën të ritëve hapësira reale dhe mos na shohën partitë politike vetëm për ngjitës së pamfleta. Kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë është, tha e kam ndru lidera. Unë me liderin i ri Venko Filip që jam një ndër më të rinjut në bordin ekzekutiv. Me thonë, krijoj politika që një parti që ka më shumë vjetë përvojë se sa vjetë që ka mund vetë. Dhe kjo është një fakt pse që e gëzoj drejtën ekskluzive për to. Argumente tjera, unë ndaj vlera. Nuk e shoh partinë politike si shqiptare, maqedonase e turke kështu me radhë. Vlerat e mia janë socialdemokrate dhe ato janë dukshme dhe unë i kam thënë këto bariera me rezultatet nga komuna që vijnë. 5 cikluse zgjedhore mu banorët e fshatit Gjelin dhe komunës Gjelinës më kanë dhënë mbi 1000 vota. Me kokë banori ajo është për gjithë respektin dhe çdo herë që më jepet hapësira ato i përshëndes. Dhe shumë argumente tjera se LSDM-ja i theu gjitha ato barierat dhe nuk kishte tensione ndëretnike, kishte vetëm rritje të pagave, kishte vetëm ndryshime pro që gjitha komunitetet të ndjehen si bashkëqytetar në vendin tonë dhe kjo është një fakt i pamohshëm dhe unë aty ku jam ndjehem rahat dhe e di ku do jem. Ky subjekt politik. E di edhe nesër ku do jem. Me shumë respekt për gjithë. Edhe në humbje edhe në fitore. Edhe në humbje edhe në fitore pasi që duket se ka rrëmje
të tepshme që vëmëroja e pam dukshëm në zgjedhjet lokale që pat mbi 150.000 vota më pak, asnjëherë asnjë parti opozitare nuk ka pat aq rënje dhe kjo shkon në rënje sipër, qytetarët shohin se asgjë nuk ka kjo qeveri rezultate, e kështu me radhë, për atë arsye zgjedhja ime është e duhur dhe mendoj se e bëj me plot përgjegjësi dhe shumë shoqe tjera që më përkrahin, na përkrahin, e bëjmë me entuziazëm pozitiv dhe entuziazmi është me argumente dhe kur është argumenti nuk ka bazë për kritik. Dakor. E dëgjove bashkëbiseduesin Ylli teksa Agroni thotë që u andarsova në Parti Maqedonase për shkak se e quan parti qytetare, po si do që e quan Agronin e dim që LSDM është Parti Maqedonase, tha për shkak se nuk pat hapësirë, nuk e ka pritur në hapësirë të tillë në partitë shqiptare. Tani jeti në BDI, qëndron ky fakt se partitë shqiptare nuk u japin hapësirë të rinjëve? Edhe realisht pyetja që e kisha në plan ta parashtroj ishte se sa Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë i fokusuar në politika të rinore, apo i ka shfrytzuar të rinj vetëm për fushata zgjedhore? Shikoni, se i përket deklaratës të Agronit, unë mendoj se në partitë politike shqiptare kuadrët e mira vlerësohen dhe duhet të vlerësohen. Unë e përgëzoj Agronin që ka marrë një vendim të tillë të kyçet në një parti politike maqedonase ose si e referohet ai qytetare, por mendoj se nuk kemi arritur në atë pikë si shoqëri që të përfaqësojmë parti të ndryshme duke ditur rrethonat në të cilat ndodhemi. Ne në vitin 2026 shohim dita ditës se si marrëveshja paqësore e Ohrit sulmohet. Se përket hapësirës të rinjve, është fakt... Fokusi i BDI-s po tek politika të rinjve. Bashkimi Demokratik për Integrim gjithmonë ka punuar... Për çka mundet më mburr ky subjekt politik që ka bërë diçka për të rinjt? Tash nëse flasim në kuadër të partisë, rinia gjithmonë ka qenë e angazhuar. Ne kemi akademinë tonë politike, e cila shumë vite përgatit kuadrët të reja, kemi pasur seminare të ndryshme, kemi takime të ndryshme, kemi vizita, kemi aktivitete sportive e kështu me radhë, por kohëve të fundit, dhe me thënë rinia është rritur ende më shumë ambicia e rinis, gjë që është mirë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka parë këtë dhe prandaj siç thash edhe më herët i ka bërë ato reforma dhe në këto reforma ju është dhënë hapësirë të rinjve më shumë se kur. Se përket çfarë ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim, do të fokusohesha fillimisht tek 3 universitetet shqiptare, dhe me thënë të rinj shqiptar një kohë kanë ndëruar që të studiojnë në Shqip, sot kemi 3 universitete shqiptare, kemi vazhdimsinë e rrugës europiane, antarësimin në NATO dhe vazhdimsinë me negociatave në Bashkimin Evropian, të cilat do të thoja janë kyçe për të rinjt. Unë gjithmonë nga partitë politike i përkrah reformat që bëhen për të rinjt, qoftë në arsim, qoftë çdo kund tjetër, por mendoj se si Bashkim Demokratik për Integrim, edhe se kemi bërë reforma të ndryshme, kemi parë gjithmonë atë fotografinë më të madhe, e cila është antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian, e cila do të ndikonte dhe të rinjt do ta ndjenin shumë më shumë se gjithçka tjetër. Dakor. Jo, pra BDI dhe LSDM kanë qeverisur gjatë kohë në vend. Dhe në të njëjtën kohë, ajo që është dukuri negative për shoqërinë është edhe ekzoti masiv, por ne do ndalim më vonë te këtë temë, po vazhdojmë ju përmendet edhe komunën prej nga Veni, komunën e Zhelinës. Këshillat rinor lokal në kuadër të pushtetit lokal nuk është se janë aktiv në vendet tona. Prej komunën nga vjen ti Agrona, ka atje këshill rinor lokal, a ka jetë rinore të organizuar? Atëherë të i hek të sise se dikush e veçanë për mu një shoqe, më thatë ta shofën si do duket pasizat, me gjithë respektin. Kur nisemi të Këshilli Rinor Lokal, në komunën e Zhelinës, ka inicim për të bë, nuk jam vetë i kiqur në Këshillin Rinor Lokal, pasi që kohën ne kur qeverishim, Agjencioni për Rini dhe Sport tashmë është bë Ministri
e sportit, i nisi këto inicimet për të bërë këshilla rinore lokal në gjitha komunat. Unë kam patjetër të them që organizata lokale e LSDM-s në Zhelin numëron 90% të antarëve deri në moshën 25 vjeçare. Pra shumica dërmuese janë 3. Shumica dërmuese. Dhe janë ato marionetat dhe ato përkrasit masiv të sukseseve ndër vite të vetë subjektit tonë. Ne aktualisht kemi një këshilltar në komunën e Zhelinës dhe në vitin 2021 kemi pa dy këshilltar ose kohë të ditë nga numri këshilltarëve që u bë me këtë ndryshimin, ne rezultatin e kishim të njëjtë, vetëm u bë prej 19 të regjistrimit popullsisë, rezultati ka qenë i njëjtë, votat kanë qenë të njëjta, mirë po tash aso kohë Komisioni Shtetëror Zgjedhor i solli ato vendime që ne i dham komentet tona, mirë po kaloj. Kur jemi të këshillat rinore lokal, është shumë domethënëse që edhe në komunat rurale të formohen këto këshilla rinore lokal dhe duhet mos munguar zëri rinis. Pse? Zëri rinis duket dukshëm që kohës fundit po vërehet në gjithandej. Pas që i shohim edhe protestat, edhe organizatat studentore, edhe forumet rinore politike, që kanë ngritë zë dhe kjo duket. Abedin, para disa vite nuk ke pat ka asnjë përfaqësues rinor politik që mundet të vinte të diskutonte në një debat. Kjo është një fakt, çdo herë kanë diskutuar eksponent lartë, ministra, deputet. Tash kjo është për të përshëndetur dhe ende vazhdojmë me atë pozitivitetin edhe motivacionin që edhe ju si televizion e ke pan si ide dhe e përmendet paranisjes, është emisioni juaj i fundit për këtë sezon dhe është për të përshëndetur që përmbyllet me debat rinor dhe për këtë ju përgëzoj. Përmendet ti me sjerash për çështjen e dëgjuam tek Agroni përmendi çështjen e të rinjeve prezent në listat për deputet, edhe tha qartë që po të kishen të shtatë në ndonjë parti shqiptare, nuk do të kishen i dyti në listë për deputet, sikur që ka qenë në zgjedhjet e fundit të vitit 2024. Në bazë të kurëntimeve që ke bë, ose atë diskutimeve që ke bë, po ngjarjeve që ke përcjell, në BDI vendosen të rinj në listë për deputet, apo vendosen nga fundi sa për të plotësuar listat? Të rinë në listat për deputet nga radhët e Bashkimit Demokratik. E para e punës e vlerëson se duhet zëri rinor transmetohet edhe në kuvend. Mendoj se nuk është çështje thjesht për partinë tonë, por është një çështje që mendoj se të gjitha partitë politike, sidomos nga zgjedhjet e ardhshme, duhet të lënë hapësirë edhe për krerëve të partive. Nuk po i përçoj porosi sepse partia ka ndëgjuar zërin, siç thash me reformat. Jo, nëse i morën listat e fundit për deputet, ky zë nuk ka qenë aktiv në 2024. Po, në BDI s'ka pas të rinë. Flas për reformën e 2025-s. 20 vjetor, po. Po, prandaj them se reforma e Bashkimit Demokratik për Integrim, përfaqësimi të rinjve do të reflektojë edhe në listat për deputet. Mendoj se parlamentit ton i mungon një frymë rinore nga gjitha partitë politike, por padyshim, siç thash edhe një herë, reforma e fundit, siç po reflekton në Këshillin e Përgjithshëm, në kryesi, në deg, në ndeg, do të reflektojë edhe në zgjedhjet në listat për deputet. Dakor. Do shumë ndërhej pak nëse. Çfarë garancë ka edhe pse forumi rinor është në forum, është në zgjedhje përsipër, mirë po du pak ta sfidoj Yllin edhe diskutojmë pas që vetë debatin edhe mungesa e pushtetit atë e përmendëm edhe në fillim, mirë po i debati çdo herë ka nevojë. Yll, ne do përballemi prap, nifemi, do shifemi prap. Sa garancë sheh në partinë ku je tashmë ose marr rolin e moderatorit për të bërë debat se nesër në zgjedhjet kurdo që të mbahen zgjedhjet parlamentare se do jetë e përfaqësuar në top 10-shën, pasyrisht edhe zonat ku vinë më shumë me shqiptar, do jetë përfaqësuar rinia konkretisht aknimar, filloj garanca apo vetëm bëhet ende me fjalë.
Me fjalë pasi që fatkeqësisht unë aso kohë kur dilja në debate prisja të rinë debat në zgjedhjet e 8 maj, nuk u përballsha edhe i anulojsha edhe debatet edhe u merrsha vetëm me popullatën dhe elektoratin. Kjo është më shumë për motiv dhe një atak jo për liderën, se ndoshta lideri mendon mirë, por lideri çdo herë ka këshilltarët e tij që çdo herë gjenden në lista dhe e pyet yllet edhe jepi hapësirën le të përgjigjet që dhe du ta di këtë në këndvështrimin tënd se je vete tha Bedini, ke dalë si i ri, një herë ke dhes, mirë po edhe pse nuk i ke kalu ato fazat, mirë po të përgëzoj për gjitha paraqitjet dhe du ta di këtë në këndvështrimin tënd. Nuk po ban shumë po i zgjat pyetje. Ta dëgjojmë Ylle. Agron, shive, Bashkimi Demokratik për Integrim aktualisht po mirret me çështje shumë të mëdha se sa që janë listat për deputet. Ne po miremi me sakatimin që bëhet marrëveshjes Ohrit, ne po miremi me ngrirjen e rrugës drejt Bashkimit Evropian, ne po miremi me gjitha mos realizimin e premtimeve nga kjo qeveri, por padyshim që në zgjedhjet e ardhshme, siç e thash, e pritshme është. Nuk kemi ende si rini, le të themi, bisedime me partinë për numrin e trinjve, por besoj shumë thellë se si reforma e fundit do të reflektoj në listën për deputet. Për të kaluar këtë pjesën e partive ose çështjeve të mbreshme partijake dhe për të kaluar tek temat aktuale, po e mbyllem me këtë pyetje për të dytë që Agron, si sheti personalisht rolin e trive në transformimin e partive tradicionale, që ka një kulturë tradicionale në transformimin e këtyre partive përmes të rinjeve, dhe realisht që ajo që ekziston edhe si stereotip ose paragjykim për partitë politike është se aty ka nepotizëm, aty mungon meritokracia, ajo që njihet në opinionin publik janë lidhjet të cilat dominojnë dhe neglizhojnë avancimin e të rinjeve në subjekte politike. Ty vetë pohove që ke pas hapësirë mjaftueshëm, po sa tani ke vullnet dhe kapacitet që përmes ideve tua të ndikosh ta transformosh partinë ku je ti. Atëherë, kur nisemi nga avancimi dhe përkraja e trive që të kiqen dhe mos ketë hatërmbetje ose me një fjalë nepotizëm, do nisëm nga fakti që çdo herë kur jepet mundësia njerëzive të shquar dhe të përgatitur në gjitha fazat dhe hapësirat që mund të t'i merr, personalisht do e shfrytëzoja autoritetin tim që të suportohet të rinia dhe unë këtë e bëj dhe ndikoj. Do thuash se si ndikon, kur kemi të përgatitjet e listave, kur kemi të përgatitja e përkrajave të bizneseve, këtë e kemi bë dukshëm edhe me kohën kur kemi qenë në pushtet. Çdo herë ka hapësirë për të kritikuar dhe zëri im nuk është zër individual dhe nëse i merrni proces verbalet e bordit ekzekutiv, nëse unë flas diçka, çdo herë flas për rinin dhe për trit dhe ato evidentohen dhe bashkë me liderin e trive, pasi që ne me statut automatikisht lideri i trive merr pjesë në bordin ekzekutiv, çdo herë tentojmë që edhe më shumë tritet pjesëmarrja e trive. Kur lidhemi me atë se a kemi pat ndër vite neglizhenca dhe nepotizme, kjo ka rezultuar që trit deri para zgjedhjeve lokale fatkeqësisht nuk kanë dëshë dëgjojnë politik. Kjo është rezultati shumë anketave që i kam pa nga institucione të ndryshme personalisht unë. Mirë po, shumë pozitiv jam dhe shumë entuziast në aspekt pozitiv se kjo dukshëm që rritet pozitivisht pas që nga zgjedhjet lokale kanë dëgju qasja dhe kjo duket në kritikat edhe në rrjetet sociale, në përmjet organeve partijake dhe uroj që mos ndalet. Pasi që çdo herë do ketë tentativa nga ato më të përgatiturit ose më ekspertët e partive politike, me gjithë respektin pa përjashtime me shumë tjerë përvoja neve na duhet, mirë po uroj shumë që të rritë nuk do të trajtohen vetëm për aktivitete në kampanja politike, në për pamfleta, billboard e kështu me radhë, do të bëhemi zër konkret për rinin dhe të hapim një debat që shumë
start-up e biznesit të përkrahen pasi që teknologjia, inteligenca artificiale dhe teknologjia vetë bën rezultatin që e imponojnë vetë ju këtë abedin. Transformim. Mirë, Ylli, ti takon një subjekti politik për cilin shpesher është akuzuar që ka ndryshuar edhe përkatësin ideologjike duke qenë një partia që përmenti shpesherë në paraqitje tjera tua publike, ke përmend që është një parti e dalë nga lufta e thave edhe këtu, pastaj më vonë është përmend si një parti e gjelbër e kështu me radhë. Por, hapësira e të rinjve që u jepet në subjektin ku jeti në BDI, sa kanë kapacitet të rinj për ta transformuar një parti tradicionale si që është BDI-a në çdo herë në kontekst pozitiv flas? Rinia i duhet çdo partie politike, sepse rinia sjell një vizion ndryshe, sjell një ide, sjell propozime të cilat duhet të merren parasysh. Por thash, Bashkimi Demokratik për Integrim për shqiptarët në vendin tonë është dhe duhet parë si një aset kombëtar, pavarësisht modernizimit që mund të sjellë rinia ose transformimit, asnjëherë nuk duhet larguar nga vlerat, nga qëllimet që i ka pasur Bashkimi Demokratik për Integrim momentin kur është formuar si parti politike. Po, tani mund ne të kalojmë në tema tjera që kemi para me diskutu, po vazhdoj me juve Ylli, me që jeni edhe në një subjekt opozitare shumë e natyrshme që të merrni pjesë edhe në protestat që organizohen kundër pushtetit aktual. Ajo që përmendi Mesiera Shëdha Agronia dhe u tha këtu shpeshherë ishte çështja që periudhën e fundit po reflekton se ka zë rinor aktiv dhe ka të ri aktiv për dallim ndoshta prej gjeneratave parapake. Dy protestat e fundit studentore si i vlerëson që kanë ndodhur në vendin tonë dhe epilogun e këtyre protestave? Ke qenë prezent në dy protestat? Po, kam qenë prezent, qoftë nga ndihma organizative, qoftë nga pjesëmarrja. Protestat janë gjithmonë të shëndetshme për një shtet, pasi që vinë i nxjerrin në pa, domethënë mangësitë ose problematikat e pushtetit. Studentët kanë dalë në rrugë me një kërkesë legjitime. Numri i protestës tregoi vetë këtë gjë. Fatkeqësisht nga qeveria kemi një zvarritje të këtij procesi. Kemi propozime të ndryshme, të cilat asesi nuk pranohen nga studentët me të drejtë. Unë shpresoj që, por realisht nuk besoj se ky pushtet, këta partnerë shqiptar të koalicionit e kanë forcën për të ndryshuar qoftë edhe ose për të sjellur qoftë edhe një provim e lëre më gjëra të politika të mëdha. Ti personalisht je edhe jurist, je duke studiuar në Universitetin Shën Kirilli, apo? Po. Edhe realisht për ty personalisht si jurist i arshëm, me gjaz do t'i nështrosh provimit të jurisprudencës nëse planifikon avancim profesional në gjuhën maqedonase do t'jetë me lehtë për ty me gjaz provime? Unë jam ende viti i dytë në fakultetin juridik. Unë si jurist dëshiroj të kem të drejtën që të mundem të zgjedh në cilën gjuhë të ta ja provimin, pastaj ai përket derisa të mbaroj studimet të shoh në cilën gjuhë. Por vlerëson që duhet hapësira gjithçysh që të jetë edhe kjo kërkesë zbatohet. Pa dyshim sepse është një kërkesë legjitime, është një kërkesë e cila buron nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Gjuha shqipe është zyrtare në të gjitha institucionet, këtë do ta kenë të qartë të gjitha partitë politike edhe shqiptare, por edhe maqedonase. Dhe prandaj provimi i jurisprudentës duhet të lejohet të jepet në gjuhën shqipe, sepse siç thash ka bazë juridike, kërkesa e studentëve. Edhe sikur mos kishte pas një kërkesë, një bazë juridike, do të ishte një kërkesë e kuptueshme nga studentët, por momentin që ne kemi një ligj të qartë si ligji për përdorimin e gjuhëve, nuk na mbetet asgjë më shumë thjeshta që ta zbatojmë ligjin në fuqi. Po. Agron, ke marrë pjesë në dy protesta studentore? Atëherë unë do ndërlidhem shkurt në këtë, pasi që qëndrimet janë të qarta edhe personale edhe partijake, kam marrë pjesë për hir të vërtetës, kanë qenë edhe të dukshme, me gjithë respektin për liderët e parlamenteve studentore, dhe pse protesta e ditë parti kritikat e
kampit shqiptar, do me thonë konkretisht partive politike shqiptare, ku mundet të quheshte si partizim ose jo partizim, mirë po çdo herë protestën e parë ka pas akuza kështu. akuza të cilat unë i demantojnë atë aspektin si pa që më qenë vetë, liderët studentor kanë pat paraqitje, unë do ndërlidhem, do ndalëm me di elemente kyçe ku ne ta kisha edhe përfaqësuesin e Vlenit, do thoja edhe në kohën kur sjell ligji për gjuhët, konkretisht në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut, ai ligj nuk do kalonte, këtë do ta ketë qartë çdo popullat, çdo qytetar në Republikën, pa mos pat vullnetin e Zoran Zaevit dhe askujt tjetër. Pse? Aso kohë. Tani se merita gëzon edhe ish kryeministri Zoran Zaev për këtë. Bukfalisht deri në pikën e ligjit do të them se. Aso kohë president ishte Ivanovi dhe ne 3 herë e ktheu në kuvend, edhe e ka refuzu pa të drejtë juridike dhe na me gjithë deputetët tonë pro mendimit pro-evropian që thash vlerat që i ndajmë, e kemi votu dhe në bazë të atij ligjit jemi thirrë për harmonizimin e ligjeve ku i kemi sjell. Ligji për jurisprudencë, kur është sjell, nuk është decidu as gjuha maqedone. Me thonë shumë qartë, nëse ne aso kohë keshim bë lëshimin vetëm gjuha maqedone, do themi LSDM-ja kishte bë me hamendje bashkë me vëdhejnë. Edhe aso kohë, se ne krejt partit politike i kemi provu, edhe Alternativ, edhe Alans. Po, keni pas partit shqiptare edhe në koalicion para edhe ligji për gjuhëve është sjell me konsensus të partive shqiptare dhe e kanë votu aso kohë të gjithë. Po tani dikush nga ata që ju dëgjojnë mund të thotë që base Zoran Zaev ka pasë patjetërsueshme ta mbështet këtë ligj për shkak të vazhdimësisë së qeverisjes me BDI. Jo, ase si, Zoran Zaevi nuk është sfiduesi, Zoran Zaevi theu të gjithë tabut, shumë gjona ndryshoj për shtetin. Lirin që e sjolli për ju, si mediume që të kritikoni në këtë mënyrë, që sot kritikoni, a e sjolli atë pasi që ne dim në kohën e gruevizmit dhe në kohën e regjimit të gruevizmit, shumë gazetar, tash mos i them gjithë televizionet kanë patë dhe ultimatume në aso kohë që nuk ishin pjesë e 7 vjeçarit të LSDM-s të Zoran Zaevit. Mos dalim nga tema, pjesa e dytë, ku unë du të ndërhenj, dhe du të them. Ideja është ky kompromis që teoria të jepet. Nuk është kompromis, ka ardhur koha të jepet drejta çdo qytetari. Unë jam shqiptar dhe nuk e mohoj dhe kam studiu shqip. Du të më mësohet të jap provimin shqip. Mirë po du mund të zgjedh edhe gjuhë tjetër. Ashtu kemi praktikë edhe në Zvicër, edhe në shtetet skandinave që jepet hapësirë edhe popullatës të tretë, jo popullatës që është shtet formuese. Mirë po mu japëm hapësirë dhe luksin kryeministit dhe ministrit Fillkof tash në shkuarje që përmendet në rekonstruim, unë këtu do ndalëm dhe uroj shumë që partia në pushtet ta marrë ministrin e drejtësisë dhe personi kompetent që... Cila partia në pushtet? Partia në pushtet Vleni, konkretisht, tash ata mu janë bërë një parti shqiptare. Unë uroj, pse do ndalëm këtu? Se nesër unë jemi pari që do e kritikoj atë ministrin i cili përflitët si ekspert i mundshëm për i minister, i cili është ekspert i vetëm me gjithë respektin. Ne nuk kemi... Për kë e keni fjallë? Po tash shumë mos jemi personale, ne kemi përmend edhe në emisionit të vë21, edhe në emisionit të edhe të ju, konkretisht profesori Jeton Shazivari. Me gjithë respektin unë ka dhënë mësim, a vetëm ai është ekspert. A i ka qenë edhe në kohën e Talat Xhaferit, antar në kabinet si këshilltar, në kohën e më parshme. Tash thirret si ekspert i vetëm dhe dele mbron ligjin. Unë isha pjesë e debatit për ligjin përfaqësim drejt. Dhe me gjithë respektin, nëse vlen zgjedh, edhe vjen me një vendim që teoria praktike tjetë në gjuhë tjetër, teoria dhe pjesa tjetër tjetë në gjuhë tjetër, kjo është vetëm një blerje kohe. Ti harmonizojmë me zi se i pres pasi që gjdo herë që japën luksin kryeministrit Mickovski që talët me komunitetet tjera, vim në këtë rezultat.
ato mendojnë se pa tjetërsushme duhet të rrinë qeveri dhe të talët një vëmëros që është talë para 10 vite. Aso kohë ka bashkë qeverisur me BDI, shumë qartë. Nikola Gruevski. Dhe ti mbillim këto tabut, pasi që ne i mbillim krejt çështjet që u dash të mbillet. Let harmonizohet ligji dhe let zgjidhet kjo punë dhe të jepet mundësia. Ndoshta nesër agroni zgjedhën një gjuhë tjetër për ta bërë ligjin për çështje personale. Ylli, me sjerash në fjallën tënde përmendet që tek të arriturat e BDI-s për të rritë thave që ka 3 universitete shqipe, por ti personalisht nuk e zgjedhe njërin për këtyre për studiuar, dhe cila është perspektiva jote për sistemin arsimor në vend? A ka hapësirë për një të ri, ose a ka kushte ideale për një të ri që lufton për karrierë profesionale? Pastaj të kthehemi thjesht edhe një fjalë se përket të ndëlidhesh për çështjen e provimit, patjetër. Shikoni, çështja e provimit të jurisprudencës, unë do ta shikja prej fillim nga deklarata e kryeministrit që thot ka ligj dhe ekziston bazë për të kërkuar kjo meritojnë fakt studentë, po. Pastaj kemi një zvarritje mujore që do të arrijnë deri në 1 vit nga eksponent të Vlenit, të cilët me premtime boshe nuk ja arrijnë sot të sjellin një zgjidhje konkrete. Ka qenë e pritshme pasi që fuqia e tyre politike, e cila fatkeqësisht nuk buron nga legitimiteti shqiptar, por shihet dita ditës. Njëri nga deputetët del dhe thot ne s'kemi potencë, tjetri nga deputetët keni fjalën për zotin Qërë. Tjetri nga deputetët thot po e bëjmë atë që mundemi, domethënë nga këtu ne mund ta shohim se pikërisht ky koalicion ose kjo parti nuk buron legitimitetin dhe nuk mund të përballet me kryeministrin e vendit, kur vetë kryeministri deklaron se mund të bëhet e pastaj ndryshon gjithçka. Unë do të sugjeroja personalisht në qoftë se nuk kanë mundësinë për të lejuar zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, do t'ju sugjeroja që më mirë mos ta prekin fare. Le ta lënë punën është keq student, ti vetë je student nuk po e dëshirojnë. Më beso se zgjidhjet që flasin janë më të rrezikshme se sa që mund ta mendojmë, sepse me zgjidhje të këtilla gjysmake po i bëhet vari ligjit për përdorimin e gjuhëve, sepse gjuha shqipe lejohet deri në teori e jo në praktik e jo më lart. Prandaj them, nëse unë do dëshiroja shumë që të zgjidhet kjo çështje, pa marrë parasysh kush e zgjidh, por nëse nuk e kanë fuqinë politike, më mirë le ta lënë siç është, sepse shumë shpejt besoj pritet që të kemi edhe zgjedhjet parakohshme. Nëse Bashkimi Demokratik për Integrim fiton vullnetin dhe përkrahjen e popullit siç e ka fituar çdo herë, besoj se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Kthehemi tek pyetja. A ka mbështetje shtetërore për të ndjekur arsimet cilësore në vend? Shikoni, se i përket shqiptarëve në vend, ne si popull kemi qenë në vështirësi për të arsimuar në gjuhën shqipe, kemi pasur edhe dëshmor për të hapur universitete shqiptare, sot gëzojmë 3 universitete shqiptare fatkeqësisht. Të gjitha universitetet tona në Maqedoninë e Veriut, qoftë ato maqedonase, qoftë ato shqiptare, nuk ndodhen në listën e Shangajt, në renditjen e 2000 fakulteteve më të mira në botë. Reformat në arsim janë të domosdoshme, por gjithmonë do të vendojnë në theks ndërprerjen e negociatave dhe rrugën drejt Bashkimit Evropian. Reformat në arsim do të ndjeken momentin kur vendi realisht bën përpjekje dhe kyçet në Bashkimin Evropian, qoftë nga çështja e investimeve në universitete, qoftë nga çështja e rritjes të standardit, qoftë nga çështja e mundësive. Kjo do të ishte reforma më e madhe që do t'ju bëheshte universiteteve, siç thash neve sot e 2 vjet, jo thjesht që kemi një stagnim, ne kemi një regres, ne kemi deklarata të jashtëzakonshme nga kryeministri i vendit, ne kemi vijat kuqe nga ai, i cili do të thoja me këto qëndrime bashkë me partnerët shqiptar që
unë kam besuar se shqiptarët kanë qenë të unifikuar sa i përket rrugës europiane, po marrin në qafë dhe të thoja gjeneratat e ardhshme me drejtimin e shtetit ka bota sërbe e jo ka Europa. Vlerëson që kanë që orientum. Pa dyshim. Agron, si e vlerëson raportin mes politikës dhe arsimit? A ndërhyn partit politike në sistemet arsimore të vendit? Duke unë njësë natë se e përmenda në fillim të emisionit, kam qenë edhe lider studentor dhe kam qenë pjesë e organeve by default në drejtori rektoriale, senate, kom marrë pjesë në bordin, në arsimin e lartë, konkretisht në Universitetin ku unë vi, dhe më burëm që unë jam alumni në Universitetin Europës së Lindore. Kjo nuk duket pas që ne udhëhiqemi nga bord ndërkombëtar. Mirë po, fatkeqësisht edhe unë jam i mendimit të reforma drastike në arsim, do themi pse, kur do shohim rezultatet e regjistrimeve të studentëve, ne shohim që në shkencat kompjuterike, shkencat teknike dhe arkitektura e kështu me radhë, studentët vetë këto automatikisht nga konkurset e para plotësohen dhe dukshëm rinia dhe konkretisht rinjt studentët marrin këto drejtime pasi që janë të parapërgatitur nga fillimet e tyre që nga bankat e shkollave mesme. Politika do t'i heket duart larg nga arsimi, jam i këtij mendimi dhe çdo herë që nesër edhe do të kem përgjegjësi institucionale dhe do të më jepet mundësia, do të jemi këtij mendimi dhe do jemi thtarë që larg duart nga arsimi, pasi që ne shohim ndryshime në plotësime në ligj vetëm sa për modifiku ligjet. Dëgjojmë tash që pushteti don të bëje mbylljen e shumë paraleleve në shkollave mesme dhe fillore, pasi që shumë kanë emigru dhe nuk kanë profesorët dhe mësuesit mbylljen e paraleleve. Kjo vjen si rezultat e optimizimit ne dukshëm si parti politike kemi thënë që do të jemi kundër, pasi që çdo profesor dhe çdo mësues nuk duhet të jetë pa mundësi pune dhe që të gjejë zgjidhje dhe motivacion shtejes pushteti dhe të jepë hapësirë. Këto vinë me reforma në arsim, vinë me diskutime të drejtë për drejta. Shenja ka pas kronik për këtë për shkollën që është dhe ne jemi shatin Kosonik dhe gazetarja jone filloi kroniken me atë që shumë është sakrifikuar për të hapur për të hapur e tash të mbyll. Kjo ndodhen edhe në pjesën e Maqedonës, edhe në pjesën e lindjes dhe ne koordinatori parlamentit, i grupit parlamentar sot Oliver Spasovski atë tha dukshëm që ne jemi pik kundër çdo daljes së mbylljes të një paralele, dhe kjo duhet shumë profesor pa punë. Dakor. Ylli, po rikthehemi sërish tek çështjet që janë substanciale, partia prej ku vjen ti BDI ka qeverisur gjatë kohë me vendin. Dhe në të njëjtën kohë në statistika që nxjerrë Ministria e Arsimit zonja Vesna Janevska tha që për 7 vite pikërisht në temën që e ngriti edhe Agroni, për 7 vite kemi 17.000 nxënës më pak. Këtu 7 arsyet janë edhe për shkak të uljes së natalitetit, por kryesisht faktori dominant është edhe egzodi masiv i të rinjeve. Do thotë braktisja e vendit nga të rinj. Sa është shqetësuese për ty kur shet teksa bashkëmoshatarët tu nuk shohin perspektivë brenda vendit dhe të gjithë një zëri ndajnë bindjen e njëjtë se kjo është si pasojë e këtë qeverisjes? Ikja e të rinjve është shqetësuese. Do të thoja se ka rrethana shumë rrethana të ndryshme të cilat ndikojnë në ikjen e të rinjve, por mendoj se gjithashtu është një trend këtu jo vetëm në vendin tonë, por edhe në Ballkan. Kjo për shkak të dallimit të standardit me shteteve europiane. Ne mund të gënjim vetën nëse themi se mund të arrijmë në një pikë që të rinjt mos ikin fare, por ajo që duhet bëjmë është që mundohemi që ky numër ikjes të jetë sa më i vogël, sepse siç thash dallimi mes shteteve ballkanike dhe shteteve të Europës është jashtëzakonisht i madh. Para se të integrohet shteti, po integrohen individualisht të rinjt në Europë. Po,
fiks ashtu, por kjo, si që tash, do të ndryshon, si që edhe ka punuar Bashkimi Demokratik për integrim për të antarësuar në vendin Europian, sepse statistikat të regojnë që shumë vende, momentin që kyqen në Bashkimin Europian, nga ndryshimi drastik që ndodh, një përqindje e voliqme, dhe me thënë kthehen në vendin tonë. Mendoj se shteti duhet të punojnë në reforma të mbrëmshme në çdo aspekt, por duke pasur synim dhe qëllim kryesor Bashkimin Evropian pikërisht për këto përqindje statistika që na tregojnë vendet e tjera, të cilat ju është kthyer, dhe me thënë, edhe rinia pas antarësimit në BE. Agron, me këtë avans që ka fillu, ekziston rreziku që të ngelesh edhe pa votues në të ardhmen. Çfarë strategjie ka LSDM për ta ndalë ikjen e të rinjve? Ne çdo ditë nga paraqitjet tona publike, preskonferencat, edhe sot lideri ku kishte edhe sulmin që ti polemika në kuvend me kryeministrin, ishin pikërisht këto tema, me thonë të rit, emigrimi dhe shumë probleme dhe jo sukseset të kësaj qeverie, shumë premtime boshe, shumë jo realizime, shumë... Në kuvendu përmenden edhe jatet edhe grillat. Po tash edhe grillat edhe jatet, ato i kanë institucionet gjitha në dorë, le t'i shfrytëzojnë nëse kanë mundësi dhe le t'gjejnë një argument juridik dhe le t'i fillojnë ato grillat që 10 vjet që janë qeveri, vetëm po kërcënohet në liderin, në ish liderët, kurse ish lideri jeton jetën e tij ashtu si ka jetu gjatë kohë edhe para ardhes politike, edhe gjatë politikës, edhe pas politikës. Nëse ta marrim minutazhin me bërë një statistik, më shpesh që duke përmendish liderin Agron se sa liderin aktual. Po ish kryeministri dhe partia opozitare 7 vite merren me atë, ai nuk merren në politikë, ato merren me atë. Kjo është shumë minutazh i shkurt në kundrejt ka asaj që bën VMRO dhe PMN-ja, mirë po me gjithë respektin të timingut, kjo për të ndalur është shumë problematike, të jemi shumë sinqertë se ne më parë, kur kanë shkuar profesorët dhe konkretisht prindrit të t'i marrin nxënësit ose fëmijët e tyre për të emigruar, kanë thënë se do e provojmë dhe do kthejmë. Tash mo vetë se i kanë zgjetur zgjidhjet, i kanë gjetur mundësit, tash teknologjia e bën vetën dhe këto nuk duhet ne t'i presim për t'i kthyer. Ne me gjithë respektin ato na përkrajnë, vinë në pushimet, vinë me atë, mos e rejmë vetë vetën se mundot na ktheje një i ri ose e re, që e kalë shuvenë. Kishim një ish zëvendës kryeministër që u kthyn nga diaspora. Tash, me gjithë respektin, a i ka ardhe është bo zëvendës kryeministër, dhe nesër do shkoj e prapë në Bruxelles. Kështu që, pse nuk rrit tash punoj këtu, në basi nuk është dhe do të apisim edhe t'japëm pyetjen. Nuk është se diaspora nuk kthejet. E kam fjallën mundësia çdo herë do i jepët dhe ne kemi politika dhe atë ke jemi mundcu që t'japim çdo herë mundësinë më të mirë. Mirë po, tash kur jemi tek përkraja e diasporës, diaspora mundet të na bëhet neve partner, nesër që të vinë dhe të investojnë këtu, që të kthehen si investitor dhe të rritët punësueshmëria, të rritën rrogat, të rritën pagat, që qëndrojmë në nivel bazë. 2 vite qeverisje nuk ke rritje të pagës minimale. Shumë me ato përqindje të pagave të mësimdhënësve, në arsemi arritje ama ato me marrëveshjet me kolektiv, me sindikatët që u bëjnë presionet. Më tregon një ditë që ka dalë Ministri i Ekonomisë, Punës dhe Kryeministri që ta bëjnë një rritje të pagave në bazë buxhetit, jo në bazë marrëveshje që bëhen me sindikatët. Kështu që ka edhe rritje të pagës minimale. Me gjithë respektin unë uroj që të ketë më shumë dhe gjithë popullata se duket që harxhimet dhe abedin, me një fjalë, populli, kur e prek në xhep dhe e prek në harxhimet bazike, nuk nje as politik, as politikan. Dhe këtu të kemi gjithë respektin dhe kemi një fjalë popullore, ai mbyll sejt dhe thotë nuk ekziston askush për mua. Çka do i thosh atij? Ne në terren përballemi me çdo lloj problemi të tillë dhe ne këto mundohemi nga ai baza që të jemi përkrahas tyre dhe mos kemi migrim sa që është numri fatkeqësisht ai numër që është edhe ministresha që edhe e shpërndau për opinionin. Mirë, ylli në bazë të informatave që ke marrë, sepse është periudhë shkurt kohore, do të dikush 6 deri në 7 muaj për kur je në Këshillin e Përgjithshëm të partisë tënde ku i takon BDI-s, por nga ato që ke marrë paraprake si informacione,
involvohen kyçen të rinj në hartimin e platformave politike me cilat garohet në zgjedhje, për shembull, kur përgatitet një plan program me cilin garon për 4 vite subjekti BDI-a në këtë rast, i aktivizon të rinj që t'japin idetë e tyre në këtë program? Sepse Përgjigje shumë e drejtë për drejtë, do thoja po. Po, edhe vetë dikund kam kontribuar, por edhe shumë të rinj që i njoh që jemi të njëjtës parti, domethënë janë angazhuar për plan programin e partive me cilët garojnë në zgjedhje. Po pastaj, kur merrni pjesë në përgatitjen e programeve, shqipni ju vetë ju propozoni ide si premtime që duhet t'u jepen të rinjeve, sepse i dini më mirë nevojat dhe kërkesat rinore. Po pasaj, i mbani përgjegjës liderët partijak mbi ato se sa punojnë për realizimin atyre premtimeve, se shumë letë është në një program me hartu. Për shembull, tani nuk kemi këtu përfaqësues nga Vlen, po në programin e fundit ka pasur premtim që banesat për çiftet e reja do të ofrohen me 0 kamat. Edhe premtimet e kësaj natyre, mbase jo të ngjashme, ka pasur edhe nga BDI. Pastaj u kërkohet llogari subjekteve politike se pse nuk u qëndrojnë pas atyre premtimeve? I përmende premtimet, një nga premtimet të partisë Vlen, fatkeqësisht është një nga premtimet e shumta të cilat nuk janë realizuar, po të hapin plan programin e parazgjedhor të koalicionit Vlen, nuk mund të gjejmë as edhe një premtim të realizuar. Kur jemi tek sa ndëgjohemi si të ri në Këshillin e Përgjithshëm, unë jam në Këshillin e Përgjithshëm që nga dhjetori, domethënë që kur si parti jemi në opozit, por ditë them se në mbëledhjet e Këshillit të Përgjithshëm, që kanë qenë dikund rreth 5 deri tani, gati se një mbëledhje në çdo muaj, zëri i rinisë është i pranishëm, gati se të gjithë të rinjt që jemi në Këshillin e Përgjithshëm kemi marrë fjalë, por thjesht që kemi marrë fjalë, domethënë kemi propozuar ide dhe iniciativa të ndryshme, të cilat janë marrë parasysh dhe pastaj janë implementuar. Padyshim mund të them se paktën në këto muaj që jam si antar i Këshillit të Përgjithshëm, që kam qasje të drejtë për drejtë, se zëri i rinisë po ndëgjohet. Mbase i kanë ngel pak komuna, po në këto pak komuna që qeverisë BDI, keni vizituar komunat për të parë pushtetin lokal si është organizimi jetës rinore atje? Po, padyshim, domethënë ne si rini e Bashkimit Demokratik për Integrim, do thoja jemi më të bashkuar e më të fuqishëm se çdo herë. Ne kontaktet i mbajmë dhe takimet me gjithë të rinjt tanë kudo që ndodhen, sepse me të vërtet kemi një atmosferë dhe kemi një shoqëri shumë të afërt dhe jemi në prag të konsolidimit të forumit të ri rinor dhe pastaj do të jetë edhe... Kur do të ndodhë më saktësisht? Vetë se kanë filluar, do me thënë disa dek të kryojnë, të zgjedhin kryetarët e forumeve rinor, disa të kanë filluar që nga në ndegët, por nga tempoja cilin kemi marrë, besojmë se deri në shtator, tetor, do të kemi një forum të ri rinor. Dakor. Agron, ti je antari bordit ekzekutiv të LSDM-s edhe natyrisht me automatizëm merr pjesë në hartimin e programeve. Kur bëhet fjalë për të rinj, LSDM atë pjesë që fut në programin e saj politik, pastaj mbahet llogari përgjithësi për pikat cilat nuk punohet, tashmë jeni në opozit, po flas për periudhën paraprake. Kishim në kongresin programor me një fjalë, me thonë para kongresi i fundit para disa javësh, dhe në kongresin programor vetë që është implementu edhe është hartu pjesa e rinis, ku është bërë në bashkëbisedim me forumin rinor të partisë politike, dhe kjo ka rezultu edhe në lista zgjedhore për zgjedhjet e fundit lokale, që numri është me statut i garantuar 33%, edhe në bordin ekzekutiv, edhe në bordin drejtues. Tash vetëm në bordin ekzekutiv duhet plotësohet bordi ekzekutiv që të vijë ai numër të
të jetë 33%, dhe kjo është rezultati i asaj që duhet tjetë. Këtu pa dishim, pa hamendje, dhe thonë edhe zgjedhjet e fundit parlamentare, atë kemi dëshmu në top listat ku nuk kam qenë vetëm në zonën dika pat, do me thonë numri 5 ka qenë vetë kryetari i forumit rinor, gjithandej në gjitha zonat zgjedhore. Kjo në LSDM është e reguluar me statut, ashtu si që kanë edhe gratë 50-50. Të rritë hinë 33% dhe çdo herë të rritë japën prioritete për lista edhe për programe zgjedhore. Dhe ne nga java tjetër do jemi në teren, gjithandej në Republikë, dhe do të prezentojmë programën me një promocion të ri, ku thamë se të rritë do të lexojnë, do kenë QR kodin dhe do e skenojnë dhe do lexojnë dhe do hartojnë vetë programën që ne e kemi implementu në kongresin e fundit, që ishte kongres programor. Kjo është, me thonë, një temë e mbyllur për LSDM, uroj që edhe në partit në kampin shqiptar tjetë e njëjta, dhe uroj që të kenë zgjidhje më të mirë të mundshme, dhe nuk e di na do e kemi illin kandidat të mundshëm dhe të nesër të përbalemi edhe si kundër kandidat me gjithë respekt. Edhe pse nuk vini mbase prej zonave të njëjta. Mund do të illit vije, ka gjithandej, edhe unë mund të vij këndej, Shkupi është i madh edhe kështu. Ne këtu jemi për t'ju ndjekur për të përballur edhe për të parë. Patjetër. Ylli, a ka hapësirë për startupa dhe inovacion në Maqedoninë e Veriut, për shembull për ty si i ri, nëse vjen një ide për të mbjetuar në këtë vend, për të hapur një biznes të ri, vlerëson se gëzon mbështetje institucionale një i ri që mund të filloj me një biznes të ri? Po thash, premtimet i kishim, shpresonim që çdo i ri të mirë nga 10.000 euro për nisme atë biznese. Jo, ai premtimi ishte për gjithë qytetarët, jo vetëm për të ri. Po pra, për gjithë qytetarët. Punktët janë full, ashtu ashtu në gjithë qendrat. Por, pa dyshim, do me thonë, iniciativat nga të rritë, unë mendoj se kemi të rinë kuadro të shkëlqyera, mendoj se kemi të rinë me ide të jashtëzakonshme, thjesht mungon, do me thonë, përkrahja nga shteti. Unë të du të lidhëm që sot rastësisht isha në qytetin e Tetos dhe pash rrath të mëdhoja. Kjo është ajo negligjenca edhe ajo Në sot përgatitën për protest. Jo, isha edhe i pash në punktin Agjensinë e Punësimit, që është faza deri me 3 maj për këtë 7.000 deri 10.000 euro, për kërkuar. Këtu duhet shteti të mundsoj më shumë për të rritë, të jenë ato të zgjedhur për të rritë, pasi që mos i plotësojmë gjithë të rritë dhe të rejat vetëm me fjalë motivuese se aplikoni, aplikimet arrin numër dhe pastaj bëjnë selektime dë mos them partijake. Vlerëson se nuk ka transparencë. Transparenca është edhe regula se si është aplikimi të ndryshon, të jenë mënyrat elektronike pak më ndryshe që mos bëhen ato turma të mëdhaja në përpunktet e agjensive të punësimit, dhe këto programe i finanson Bashkimi Evropian me një fjalë dhe janë pare të garantuara të taksa paguesve të gjithandej që na përkrahin neve si shtet, mirë po mos i humbim edhe ato. 6 muaj premtim konkretisht Partia Shqiptare në qeveri, tha se do ketë prioritet kryesor për këtë uroj dhe kërkojnë ne si shqiptar dhe të kërkojmë dhe tjetë tash në procesin e rekonstruimit tjetë ajo para propozimit ministre. Prioritet pasi që kjo është për 99% të shqiptarëve gjithandej për si kërkesë ka mosh. Jo 6 muaj, premtimi ishte nuk kyqemi në qeveri pa ndryshime. Pastaj ndryshon 6 muaj. Fillimisht 3 muaj, pastaj 6. Po flasin 2-3 që i takojnë 2 subjekteve politike që kanë qeverisur gjatë kohë me vendin dhe tani po presin nga 2 subjekte tjera që për 2 vite ta integrojnë vendin në BE. Ne kemi bërë shumë punë për ato. Këtë punë cilën po e kritikon nuk e keni bë. Vetë se kanë nisë proceset kanë stagnu. 2 vite nuk kemi proceset, Parlamenti Evropian atë e konkluzoi që nuk kemi në asnjë progres në. Kjo është një fakt që ato janë aleatët tonë, miqet tonë dhe ato nuk i komentojnë pro LSDM-s ose pro opozitës. Kjo është një fakt. Kur përmendi Agroni Tetovën, do të shfrytëzoj shkurt të bëj një thirrje që nesër gjithë të rinjtë dhe shqiptarët jenë pranishëm në protestën që organizohet në sheshin Iliria dhe jo në sheshin Tito.
shprehim keqardhje për situatën që po ndodh, sepse funditës nuk është një protest thjesht për disa emra, por është një protest për dignitetin e shqiptarëve dhe gjithë shqiptarët ja kemi borç të dalin në rrugë dhe të imbrojmë drejtat tona. Edhe pse nga vlen të njëjtët kanë premtuar se kjo çështje e emrave do të zgjidhet me anë të një komisioni që po bën. Siç premtuan edhe për provimin e jurisprudencës, siç premtuan edhe për ligjin për përdorim të drejtave adekuate, kështu me radhë. Siç vetë ta shohim, po. Megjithatë, edhe pse jemi në pjesën e fundit, para se ti parashtrojmë edhe pyetjet përfundimtare që i kemi parapar, agromit që të i takon LSDM-s, se përmenda që BDI-mi LSDM ka qeverisur gjatë kohës, sot LSDM pra Lidhja Socialdemokrate nuk është në gjendje të mirë në aspekt edhe të përfaqësimin të kuvendit edhe në nivel vendi. Kush e solli gjendjen e LSDM-s këtu, BDI apo politikat e saj? Ne në gjitha paraqitet... Nuk e parashërby se kush e fundosi këtu? Nuk ka fundosje, LSDM-ja është partia ditë më e madhe në vend dhe rritja e saj dhe sukseset e saj vinë e shtohën, pasi që rënja e sipër është e VMRO-DPMN-s. Rezultati aso kohe erdhi si asaj në një propagandë PR të kriministit konkretisht partisë që sot është në pushtet, që do ndryshoj emrin dhe pastaj tha se marrëveshja e presur është Remek Nadello, pastaj doli që krejta marrëveshjet ne do i shlijim, tash shkon në Sofie dhe takon presidentin e Francës dhe propozimi francez doli që është i mirë. Këto konkretisht populli Maqedonas e gënjeu VMRO-DPMN-ja dhe rezultoi me atë sukses dhe me atë rezultat. Mirë po këtë tash banorët uroj shumë pala konkretisht Maqedone do reflektoj dhe do e shoh dhe në zgjedhjet kur do që të mbahen ose të parakoshme ose të rregullta do të reflektojnë dhe do kemi një qeveri pro-evropiane dhe çdo herë LSDM-ja kur është në qeveri, shteti ka progres. Kjo është një fakt i pamohshëm. Nuk e shohim pasi që shpenzoi më shumë LSDM-n se sa duhej në bashkëqeverisje periudhën e fundit atë që mban në mend. Mendoj se BDI-ja dhe shqiptarët morën hisën e vet, atë që u takonte. U thyen shumë tabu, siç ishte kjo e fundit me kryeministrin shqiptar. Unë nuk shoh asgjë të keqe kur shqiptarët marrin pozita të larta në vend, sepse në fund jemi një shtet multietnik dhe nuk duhet shpar rrezik nga... Pastaj ditës më rëndësi ka çfarë bën personi që është aty, pra nuk duhet par rrezik nga shqiptarët, por duhet par rrezik nga ndikimet që i kemi, sidomos këto të botës sërbe që cilat janë të shumta kohën e fundit. Unë vetëm do komentoj në atë që se si është si, pas që e përmenda dhe në fillim, ne kemi pat edhe partner shqiptar të ditë çdo herë, do të thonë nga themelimi i qeverisë parë ZAEF1, ZAEFD, e pastaj Kovacevski 1, çdo herë kemi pat aleancën, alternativën, edhe konkretisht kemi pat edhe BDI-n. Do ndërlidhem me atë, ne kemi pat edhe përfaqësues shqiptar që propozuar nga LSDM ministra, zënës kryeministra, kemi pat sekretar general të partisë dhe drejtor të institucioneve të tjera. Nuk e kemi pa, nuk e kanë pa liderët e atëhershëm, udhëheqësia e atëhershme si nacionalitet konkret. Se është sill disa eksponent të ish ministra, konkretisht të partisë, konkretisht BDI-s, në aso kohë ka pat individ të cilët sot nuk i kemi në politikë dhe nuk janë pjesë e... Për kë e keni fjalën? Për shumë respektin, populata e din shumë mirë se kush e keq përdori zyrën e zënës kryeministrit, kush e keq përdori zyrat e qeverisë dhe çdo herë ato njerëz ndëshkohen dhe ndëshkuan nga vetë struktura. Struktura e BDI-s i tha qartë. Për kë e keni fjalën? Konkretisht ishte zënës kryeministrin e parë. Nëse me gjithë respektin për atë, unë mendoj, kam mendim personal këtë që
sjellja e tij nuk ka qenë e duhur, i ka bërë dëm edhe shtetit, i ka bërë dëm edhe vetë BDI, se suksesi, jo suksesi i BDI-s i rezultoi. Po besoj që ti nuk dhimbë se BDI-ja pse i ka bërë dëm BDI-s. Me gjithë respektin kam të komentoj çështje të direkte, unë jam natyrë e tillë Po dhe beson që i ka bërë dëm LSDM-s. na ka bërë dëm me sjelljen e tij. Mirë, po në LSDM edhe në BDI çdo herë ka njerëz vizionar që mund të bashkëqeverisë, të i kalojnë mendimet dhe çdo herë qeverisja bëhet me një marrëveshje konkrete dhe kjo ka buru nga ish kryeministri dhe kur janë bërë marrëveshjet politike. Jo, sa për ish kryeministri. Ju mund ta shihni në anën andej, edhe me thënë ka pala shumica maqedonese, por nuk mund të cilësh një mendim konkret për figura politike, thjesht nga mendimet e juaj që i keni pasur si parti. Për të folur më shumë, dhe me thënë, kemi një rast të hapur, kemi një proces gjyqësor, më mirë është që të presim të sillet një vendim. Nuk do shafrinat në një pjesën e vendimit. Jo, se është ndëshkuar. Jo, se thatë është ndëshkuar. Është ndëshkuar politikisht nga struktura e vetë BDI-s, që sot nuk e ke dhe është ndëshkuar nga State Departamenti, dhe kjo është një fakt i pamohueshëm. Me gjithë respektin, uroj që proceset në gjyqësor nuk duam të përhejnë të ndërhim, sido që të marrën e pilot. Kjo është mendimi im personal dhe sjellja e bashkëqeverisjes në shoqëri. Ne besojmë se në shumë raste me të lidhura me individ të Bashkimit Demokratik për Integrim ka pasur, domethënë, përndjekje politike. Ne jemi korrekt dhe ne dëshirojmë që drejtësia t'i vihet edhe këtij rasti. Normalisht se kur ka raste të hapura, ne ata persona, domethënë, tërhiqen, siç është tërhiqur vetë personi në fjalë. Prandaj mendoj se më mirë të sillet një vendim nga gjykata, të qetësohet situata dhe pastaj të shohim se çfarë kanë qenë qëllimet e vërtetë. Se jemi krejt në pjesën e fundit. Për juve Agron, cila e vlerëson që është rruga drejt suksesit? Politika, biznesi apo emigrimi? Juve se jeni në politikë, po kemi rasumta ku shumë politikanë bëhen gjatë rrugtimit edhe biznesmen. Rruga e suksesit për mua konkretisht mund të them troqa vedin, as politika, as suksesi, as biznesi, as emigrimi, mirë po është ajo që çdo herë ëndrat dhe premtimet që ne i mendojmë që është më mirë, më një situatë caktuar, ato bashkë që t'i japim hapësirë reale personave konkret. Këtë ne e premtojmë konkretisht, unë uroj që detira jonë është t'ua kujtojmë dhe këtë mundësi t'u japim trive konkretisht, dhe me vetë faktin që ëndrat realizohen dhe unë kur them e di nesër ku do jem, unë këtë marrë garancën dhe e shoh terrenin dhe e shoh veshin e popullatës që çka thot dhe kjo është për mua sukses konkretisht. Ylle, çka mendon ti për me arrit majën e suksesit, e arrin këtë gjë përmes politikës, biznesit, apo duke i braktis dyjat edhe të e zgjedh atë fenomenin negativ që e diskutuam migrimin? Jo, unë personalisht mendoj se sukses mund të arrihet në profesionin tonë. Politika nuk e shoh si një, dhe themi, është detyrim për të kontribuar në shoqëri dhe nuk dua të them se e shoh si sukses, sepse mendoj se çdo kush që kyçet në politikë, suksesi do të jetë i pakontestueshëm, sepse momentin që ti kyçesh me qëllime, me synime të qarta, nuk ka si mos të ketë sukses, sepse për të pasur sukses në politikë thjesht duhet të qëndrosh në ato parimet që ke filluar dhe mos lësh që të kapin ato dallgët e politikës. Mirë, po e mbyllim krejt në fund, jemi se çfarë mesazhi u jep bashkëmoshatarëve tanë, cilët kanë një paragjykim ose të paktën një perceptim mbi politikën se është e korruptuar dhe është e pashpresë në vendin tonë. Me gjithë respektin, uroj dhe i përshëndes gjithë tri dhe treja që duan ose nuk duan të merren me politikë, mirë po inkurajoj çdo secilin që të merret me politikë, pasi që me vetë faktin kur bëjmë ultimatume në një mënyrë apo tjetër, çdo herë suksesi sjellet me ekip. Ekipin, kur e ke timin e suksesshëm, atëherë vijnë edhe sukseset. Uroj që çdo i ri e reja të kontriboj aty ku e shef veten, ku i ndan vlerat dhe ku i ndan gjithë sukseset
saja ose ti dhe uroj që çdo herë të ri do jenë prioritet i çdo partie politike dhe nëse nuk do e ketë një parti politike, do e ketë sulmues më të madh personalisht Agronin, edhe nesër kur do rritëm në mosh, çdo herë do nisem nga rinia e deri te lart. Pasi që për mua rinia është arma më e fuqishme e një partie politike konkrete, organizat politike. Ylli, ç'mendon ose si përgjigjesh ti të rinjeve të cilët kanë mendim se po u futen politik mund të jesh i pasër pa kur farnjolle dhe po u futen në një parti politike do të njollosësh dhe do të përfundosh si shumë shembuj të tjerë që kanë përfunduar jo mirë? Realisht politika, siç thonë, nuk është një sport i rënd, ballafaqohesh me shumë sfida të ndryshme, por përsëri do të them se nëse një i ri ka synime dhe qëllime të pastra, nuk ka se si ai të njolloset, edhe se le të themi është vështirë. Në fund ditës partitë politike janë këto që e udhëheqin shtetin tonë, pa marrë parasysh se si të rinë a na pëlqejnë, a nuk na pëlqejnë partitë ose politikantë ndryshëm, nëpërmjet atyre sillen shumë vendime të cilat i tangojnë të rinj dhe mos kesh interes, mos kesh angazhim në politik, do të thotë sikur se mos kesh interes për shtetin dhe vendimet që i merr shteti tënd, shteti jot. Kështu që do të dëshiroja shumë, edhe se ka filluar një interes i madh i të rinjve për politikën, do të dëshiroj që ky trend të vazhdon dhe të shohim sa më shumë të ri në politikë dhe në vendimarrje. Dakor, nuk ishte debat për shkak se ose përballje me sysh sepse e përmenda që ideja nuk ishte për të realizuar përballje, po për të motivuar edhe ata të rinj të cilët janë indiferent ndaj ngjarjeve politike, po megjithatë i takonin me gjithë respekt për taboret opozitar. Të premtojmë që kur të kthehet në sesionin tjetër, të bëjmë një diskutim dhe uroj që të ketë edhe nga përfaqësues të qeverisë dhe të koordinohen. Me patjetër që dyshojnë koalicionin Blet ka të rinj. Atër dhe filmohemi më shumë, se mos mendojnë se janë të gatshëm edhe për të ballafaquar faktin. Faleminderit edhe një herë për ftesë. Faleminderit Agron për prezencën. Pozoj edhe juve si televizion. Ylli, faleminderit gjithashtu. Shikues të nderuar, faleminderit për momentin tuaj, për gjatë gjithë sezonit që keni ndarë kohën tuaj për të ndjekur debat në shenja. Ne me këtu dhe me këtë emision e përmbyllim sezonin veror me shpresë por të rikthyer me shumë risi në sezonin që pason në shtator. Ju faleminderit edhe një herë përzemërsisht për kohën dhe vëmendjen tuaj dhe deri në sezonin e ardhshëm.